Banorët e njësisë administrative Suç në Bashkinë e Klosit kanë vjuar rezistencën e tyre për të ndaluar ndërtimin e hidrocentraleve në përrojën e Lusës. Edhe këtë të mërkur banorët ndaluan mjetin e kompanisë Doma në fshatin Kurdari, edhe pse në mbështetje të kompanisë ishin efektiv të postës policore Klose të shqiponjave nga Drejtoria Vendore e Policisë Dibër, banorët nuk lejuan makinën e kompanisë të shkojnë në kantierin e ndërtimit. Banorët deklarojnë se do të vijojnë rezistencën e tyre pa kompromis dhe i kërkojnë kompanisë të heqë dorë nga ndërtimi i hidrocentralit, të cilin thonë ata nuk do ta lejojnë edhe nëse paguajnë çdo çmim. Gjithashtu banorët i bëjnë apel institucioneve vendore e qendrore që të anullojnë lejen e dhënë për ndërtimin e disa hidrocentraleve në përrojën e Lusës të fshatit Kurdari. Banorët e Kurdarisë janë mbledhur këtu për të protestuar kundër vendimit arbitrar të gjykatës administrative. Një vendim korruptiv, duke mos marrë parasysh as një dëgjesë reale të popullit kurdarisë. Edhe fëmijët e shkollës, kur nismi për protestë, thonë, gjysh, do shkesh protestë, do më në marrë ujtë, vetëm ke fjalë do të tingëlloj tek kushtetarët. Ta anullohet me njëherë ai vendim arbitrar, se Kurdaria jeton me ujë. Uji është jeta dhe ne do ta ndrojmë me fanatizëm. Do t'japim jetën e ujtë sëlshëm. Por që ne i bojnë një zbetë kodë, dash të fitojnë gjyqë, dash më sfitoj. Qa du ujë në kapër të amorë, se do në dëma e ka shpinë në blesh. As to ka su ujë në ka këtu. Nëse ja bëjnë zbetë në kodë, se nuk ka për ta fitu. Ne, si popull, nuk do t'a lejojmë. Kur t'a di që t'punë, firma dhe gjithë. Imi në të drejten që na ka dhënë Zoti. Pra, sepse jeta është e ndërtuar atje ku ka ujë, atje ku s'ka ujë nuk ka jetë, me një ka jetë në shkërtinë e Saras, po jetë ka aty ku ka ujë. Edhe Kurdaria është në drejtën e vetë, ne banorët e Kurdarisë jemi në të drejtën tonë, nuk po i bim qafë kujt. Ne kërkojmë nga institucionet, me gjithë kërkojmë që ta imponojnë, ta detyrojnë firmën të heqin mjetet tu. Sa nuk është vonë, sepse këtu jemi në kazani po zien, edhe këtu jemi nga moment mund ndodhi një katastrofë ose një tragjedi dhe pastaj nuk ka vlerë më fare, se çfarë mund ndodhi. Ndash t'i heqin, ndash mos t'i heqin. Si të bëhet viktim një, qoftë firmës që ne nuk duam absolutisht që ndodhin, qoftë edhe vëllezërve dhe këto komunitetin ton, nuk duam të ndodhi diçka e papërgjithshme, diçka e pashtu. Por gjykatat, pushteti vendor, pushteti qendror, aty po e detyron popullin. Ti të shkojë të bëj vetëvijim. Tashti ne na thon mos e blloko rrugën. Shtet më demokratik se Greqia ne nuk kemi. Del Greqi, të gjithë fermerët bllokojnë autostradën. Ne këtu na thot na keni blloku rrugën. Ku blloku rruga? Ne kemi blloku firmën, jo rrugën. Kush të doj rrugën e ka lirë, për të mirë e për të keq. Ne do të rezistojmë deri në vdekje. Për arsye se ne nuk kena rrugë tjetër. Dhe i që një mesazh Edi Ramës, se është vetë Edi Rama, që ka thonë vetë që kush merr ujtin, i merr shpirtin fermerit dhe punëtorit dhe fëmijëve tonë gjithë Shqipënisë. Këto që ka bo Ballukja, në qoftë Edi Rama e ka firmos pas faqen e zezë, nëse nuk e din, e ka firmos Ballukja për lëvërditjen e vet, për interesin e vet, sa atje ka vënë Ballukja, në Doma, e në tjetri, për nëryshe të vinë të morin poplin, ta vrasin, ta shduken, bëjnë hidrocentrale, se këtu nuk ka vend për hidrocentrale, këtu janë hurda, janë liqene që mund pinë kafshë e gjallë, nuk ka ujë ma tepër mo. Këto që po e bën Doma, bashkë me Ballukën, bashkë me qeveritarë të korruptu, bashkë me të botet, të vinë të qesin fajt një popull tu me 5.000 frymë banor, këto e ka bën vetëm, e ka bën rreth në motin në Kurdari. Dhe për këto do të marrin përgjegjësi një, qoftë Doma, qoftë dhe qeveria do marrë përgjegjësi se ne të shkojmë deri në vdekje nuk do të dorëzohemi. Pas disa orëve qëndrim përballë banorëve, automjeti i firmës 3DM u kthye pas duke mos mundur të shkojë në kantierin e ndërtimit.